pyetje se kisha mendje. Kërcyen vajzat? Po. Kërcyen. Çka, doni ta bëni dhe herë. Hajde dhe herë, shpejto. Hajde, 3, shpejt në përvendit tuaja. Doni ta bëni dhe një herë apo jo? Si ishte mirë? Ulu. Hajde, hopa. Largoni, veç që ka ato dy velinat e reja. Veç që ka ato dy velinat e reja. Jo, me video. I keja dy me video macet. Ato të reja tona që të morim. Ve, nuk i keja. Hajde, ullu ka. Sa shumë mendoni, mëj vajza, sa shumë mendoni, mëj. Po pse mëj goca, hajde mendoni, ka shumë, mëj vajza. Nuk e keni mësuar do të akoma këtë numri koreografik të velinave të reja? Sa mendojnë ju, ka i zjatë opinioni. Dhe bas, Kur ka marru emisionin mbrëm, ka bajtë të dy e kanë thonë ati qonit, ati që dhe box. Ne iqë këto të dy atë një. Do dhe i kafshia, i edhe si gjema. Nese, atere. Historia që do flasim sot është një histori, kam zërë në ullu, dëgjohem. Jo, dëgjohesh për mërgulli. Një histori fantastike. Në 97-ën. Zonja Altina. Zonja atere ishte e re, bashorti po aqëri, por në atë ko luftë, vajgja si ju se keni mbritur në 97-ën, ishte luftë. Bashorti zonjës e vrasin muk këtë dera e shpis, 25 vjeç. La për gjysëm projektet që kishte me shpi dhe mi dyqan. Dhe një djalë 3 muajsh. Po. Jetim. Në faktë, në atë ko dhe o vetëm, po ndërtonte në tokën e dikuj tjetër, por me zonjën, me të ndjerën, pronare të trualit, kishë rënë dakordsi që kur zonja të merte letrat, do t'ja blinte tokën. Pra jo, këshu, po thë, të shtoka jote, po. Ishte një marrëveshje gentlemanësh. Pa tjetër. Me gjitha të zonja ndroj jetë, për shkak të moshës, zoti e thriti, dhe fëmijët unë ngritën dhe thani, jo, tha, ka shik ka ndryshu, tha, kjo punë, tha, nuk është më me 10.000 lek me adregatorë, për do në paguash 18.000 lek. Po, dakord, vetëm se do më prisni pak, e me gjitha të kaluan në një atë marrëveshje. Po, sepse e thanë momentin më të vështirë që ishte... Po, pa punë, me një fëmijë vogël probleme, do t'ju ajap, tha, me kalimin e kohës. Nuk është se pas në 97-ës, në këtë vënd gëlluan investimet dhe njerëzit punonin dhe kishin të ardhurat mira. Si dhe sot e kësaj dite, gjanëm, jo vetëm atëhere. Çështjet vajtën në gjyq, shkalla e parë dhe apeli i dhanë të drejtë zonjës. Duke qenë se kishte investime dhe vlera e investimit kalon të vlerën e tokës me çmimin e asaj kohe flasim, mëse sot nuk është referohemi në kohën ku flasim. Në fakt, apeli vendosi që shtëpin zonja duhet të mbajë, ndërsa tokën ku kishë ndërtuar dyqanin, duhet t'ja kthe pronarëve, pra kthim sendi, tokën. Zonja për mirë, për të dashur të vej vetlat, që rezultoi që nxori dhe syt, ju drejtua gjykatës së lartë. Dhe gjykata e lartë vendosi, qetësi, lirim dorëzim sendi, pra me shtëpi e me dyqan, hiki thanë zonjës. Gjykata e lartë e mori apelin dhe futi 4 metra në tokë. Pa, bravo. Ndërkohë, kishte pas ndodhur një paralel kësaj gjëje, kësaj vendimit gjykatës lartë asaj kohe. Gjykata e lartë presupozohet vajza që di gjithë shka, në lidhjet ka me proceset, me një VKM të 2009-ës, ajo që është më lartë nga gjitha. Një vendimi Këshillit Ministrave të 2009-ës, kishte thënë 2 pika, familja që ka tokën, ku zonja ka ndërtuar, pra pronarët të marrin 125 milion lek. Dëmë shpërblim. Pra zonja zë i paguan dhe do të kur ka ishtë lek, por shteti ju avak tyre dhe mirë bëri, sepse ishin pronar toke. Duke parë në këtë kushte këtë VKM, ku tashmë ishin ish pronar sepse ishin kompensuar, përmbaruesi nuk pranoi, refuzoi të ekzekuton dhe vendimin e gjykatës lartë, sepse këta ishin dëmshpërblyer dhe nuk ishin më pronar, ishin ish pronar. Po si kujt ja kthej një tokë kur s'është më e tyrja? Pa bravo. Jo, ndërkohë që kanë marrë parat për këtë. Paralelisht gjithë sa historie që fole që zonja do të tregoj më gjatë dhe më gjerë, ishte procesi legalizimit. Ai procesi që dolin i shpërnda në për fshatra, në për katunde, në për ato certifikatat e kanë shpërnda. Sot, ka dalësra në një absurditet, jo më lërkë si sot paradite, Genta Ngjellari ka qenë atje me avokatin Erben Langozi, për të thënë kadastrës, more registrojnë i tokën, jo thot kadastra, duhet të bien dakord pronarët, po që pronarë më janë dëmë shpërblyer, nuk janë ish pronar dhe nuk kanë më lidhje me këtë referencë. Kanë marrë lekët për ato. Jo, pra jo, thot kadastra, jo, pra jo. Zonjës për pak deshja kanë prishur. Për pak deshja kanë prishur. Qatë të bëj njeriu i shkretë. Pra ne ju themi, ne ndërtoni, dhe më thonë, mas i kalon kufirin, kakavian dhe i ktejnë malëzi, ndërtoni kudo.
Këtu jo. Kolashin në Podgoric. Ku gjeni, ndërtoni këtu më. Hapi I parë. Përshëndetje miq të Stopit, ndodhemi në kryeqytet në afërsitë të zonës së Kino Studios për një problematikë e cila lidhet me këtë vilën që ndodhet pas meje dhe me dyqanin. Problematika ime fillon që nga viti 97. Në vitin 97, në kohën e luftës, mu vra bashkëshortja. Vetëm 25 vjeç dhe më la me një djalë 11 muajsh. Sa vjeç ishit në atë kohë? 21, 22 nuk I kisha mbushur. Tmeri dhe hallet për këtë familje filluan në vitin 1997 ku bashkëshorti u vra përpara shtëpisë së tij në momentin kur po hidhte edhe betonin e dyqanit. Nga ky moment dhe mbas një viti, zonja Caco, në atë kohë 21 vjeç, filloi që të kishte probleme me ishpronarët e truallit që ndërtuan rreth viteve 95-96 pa leje ashtu siç ndërtuan të gjithë shqiptarët. Ishte gjallë me pronarët e tokës, kishte bërë marrëveshje që kur ata të plotësonin dokumentacionet përkatës, do bënim shitblerjen e tokës. Pra të blinte truallin. Po, sepse ata nuk I kishin përfunduar, nuk I kishin marrë akoma. Se kur ai e ndërtoi shtëpinë, ishte toka e shtetit. Ata kanë dalë 3 vjet mbrapa pasi shtëpia kishte mbaruar në vitin 94 ndërtimin. Më pas më paraqiten prapë pronarët e tokës dhe më thonë që neve tani do të ashesim tokën ty, por tani ka ndryshuar çmimi, se me atë kishin lënë 10.000 lekë metri, me mua e lanë 18. Thash në rregull, thash po kur të kem mundësi, sepse unë tani nuk kam mundësi për ta shlyer, sepse atë natë përveç vrasjes mua më garbitën dhe çdo gjë çfarë kishte në shtëpi. Dhe unë absolutisht nuk kisha më asnjë mundësi ekonomike. Por për të nisur procedurat me këta, bëm akt marrëveshje, ku pronarja me vullnetin e saj të lirë pranonte që të më ashiste tokën, dhe deri këtu kam qenë shumë okay me ata. Deri në 2004 që pronarja nëna e këtyre ishte gjallë. Oke, pra kjo ishte zonja që ishte fillimi, vazhdimi I temës. Pra këtu është momenti tani që në 2005 pas vdekjes së zonjës, mamasë pronarëve të truallit ose fëmijëve të saj, pardon, ata ngritën një pretendim tjetër, ja, pra kur kjo histori ka filluar, vajza, djali I zonjës ka qenë 3 muajsh. Po, zonja ka qenë në 19 vjeç. 21 vjeç. Zonja tash. Tani është 51 vjeç. Jo. Ai që bi 51 vjeç. Sa I bi? Ha? Sa I bi më çuna? Më 30 vjet vogla më. 30 vjet, pra 30 vjet. Jo, 25 vjet, ta marrim rrugullar. Jo, 30, 29, 30 vjet, më. E ka djalin 30 vjeç sot për burin. Belema tash duke thënë kështu 30 vjet ju do thoni si ikin vitet. Ikin, më ikin. Po jo, duke thënë kështu, duke sikur çka ndodher. E bëjmë e facilizojmë gjën, e bëjmë më të lehtë. 29 vite më përpara ka filluar kjo histori. Të vogla. Vazhdimi. Në 2004 këta më thanë që nuk e dua më vlerën e tokës, po ne ju shkrep se duam të bëjmë një pallat këtu. Më pas më hedhi në gjyq në 2005, ndërkohë unë doli ligji I legalizimit dhe kisha bërë vetë deklarimin për të dy objektet, dhe për shtëpinë edhe për pjesën e dyqanit. Shkalla e parë dhe apeli vendosën që unë e fitova pjesën e shtëpisë, por humba dyqanin. Dhe në këto kushte, duke pasur dhe të drejtë, dhe avokati më tha që nuk mund të ndodhi, tha se sepse janë të ndërtuar të dyja në të njëjtin vit, që ishin ndërtuar jo nga mua, po nga bashkëshorti im. Dhe kanë të njëjtin pronar, kanë dhe të njëjtin truall që pretendohet. E hedhim në shkallë të lartë për mirë. Një radhë nga shiu në breshë, më pastaj. Po ati që vajtën për mirë për të kërkuar drejtësinë, atje ata japin lirim dhe dorëzim sendje. Gjykata e lartë. Ta marrë parasysh që me ekspert gjykatës, shtëpia ime doli më e shtrenjtë se sa toka. Dhe kështu kjo gjë nuk mund të ndodhte, por ndodhi. Emisioni Stop ka siguruar vendimin e gjykatës së lartë, të përbërë nga 5 anëtar, ku shumicën prej tyre ka larguar vettingu. Kolegji Civil I gjykatës së lartë në emër të Republikës ka ndryshuar 2 vendimet e mëparshme dhe ka detyruar Altina Cacon të lirojë dhe të dorëzojë ishpronarëve, fashollari, vilën dhe dyqanin e saj të ndërtuar që në vitin 1994. Pra, gjykata e lartë
gjykata e lartë, e cila në atë kohë, flasë për dhe tani, jo vetëm, se për supozot është gjykata e lartë, vajza, është gjëja më supreme e një vendimi. Pra dikur njerëzit shkonin në Olimp për të marrë një këshill, sot shkojnë te gjykata e lartë. Ose ke tempulli Dodonës, për të konsultuar me... E dini që është tempulli Dodonës? Tempulli Dodonës. Se qeshet, nuk e dini. Pra shkonin për të marrë një mendim që vjen nga lart, nga Zoti. Pra gjykata e lartë e asaj kohe dhe jo vetëm po thoja. Kur merr një vendim që ka të bëjë lidhje me pronar apo ish pronar, sigurisht duhet të ishte e azhurnuar ose e mirë informuar me historinë e këtyre pronarëve. Ore ka një VKM, ore kanë tokat, ore kanë dokumentat, apo kanë ndonjë gjë, apo s'kanë ndonjë gjë. Dhe sigurisht po të bëni një search apo një kërkim të vogël, do gjeni VKM-n e 2009-s që kanë marrë parat. Megjithatë nuk e bën këtë dhe ja kputën. Lirim, dorëzim, sendi. Hajde gjykat, ne themi reforma në drejtësi, në fakt është bërë reformë drejtësi. Tu gjithmonë kështu kanë qenë gjëra. Jo gjithmonë reformat. Qalenës veja prenës. Jo gjithmonë reformat marrin për mirë, ka reforma që marrin për keq. Po, bëjnë gjoko. Vazhdimi. Këtë shtëpi e kam shpëtuar me jetën time duke ndenjur në çatin e shtëpisë. Dhe ditën e parë që ka ardhur për mbarimi ka qenë dita e parë e Ramazanit. Dhe unë kam nejt me djalin, kemi nejt në majtë të çatisë dhe e shpëtuam. Jo se e shpëtova unë, po Zoti i largoi. Si që erdhën fadromat, ashtu dhe ikën. Se donin ta prishnin. Patjetër. Po ndodhi dhe një mrekulli më pas. Absolutisht. Allahu madh bën vetëm mrekulli, me madhështinë e tij ai bën mrekulli. Këta nuk ishin më pronarët e Truallit, por ishin ish pronarët, sepse me vendim të Këshillit të Ministrave, në 2009 ata ishin shpronsuar. Fletore zyrtare e Republikës së Shqipërisë, numër 88, publikuar në 15 qershor 2009, vendimi i Këshillit të Ministrave numër 616, ka shpronsuar fashollarët me vlerën 125 milion lekë të vjetra. Ky dokument frenoi përmbarimin i cili doli me një vendim refuzimi, pra e anulloi gjithë procedurën e ekzekutimit sepse ata nuk ishin pronar. Tiranë, 12 mars 2021, përmbaruesi shtetëror Eugene Lanaj ka dalë me vendimin e refuzimit të ekzekutimit të vendimit të gjykatës së lartë me argumentimin që bashkëpronarët, fashollari, janë shpronsuar për këtë pasuri dhe si rjedhoi, nuk ju linte drejta mbi këtë pronësi sepse ata e kanë humbur titullin pronar që në vitin 2009. Pra, 2009 ishte viti, VKM-ja numër 616, 125 milion lekë. Përmbaruesi, si që dëgjuat, tha, refuzoi të ekzekutoj lirim dorëzim sende, sepse kanë marrë parat. Pra, s'mund morin dhe lekët dhe tokën, se nuk shkon. Pa nuk shkon fare. Megjithatë, kjo histori është një histori qarje buze, thash. Kjo është histori sepse kjo histori se kur ka fillu ky muhabet, ta hante ujku këtu, po dile te kjo ku ka shninë. Tash i ka vajti 1890 euro metri katror i apartamentit. Sigurisht. That's why. Dhe aty në kadalësër do jetë interesuar në një ndërtues që ka thonë, nëse do boju një gjokë bukur, po jo pra. Se kam i projektun për aty dhe... Se non ndryshe. Zonja duhet marrë legalizimi sepse ka me vendime gjyqësh e tjera, dhe ndërtuesit i shkoj zonjës. Je dakord me 30%? Po, pse t'ja marrë me 30%, kur mu ta marrë 0% të histori? Dijeni pak. Në rregull deri këtu. Po jam shumë në rregull. Pse nuk po vazhdon procedura e legalizimit? Sepse tani ti nuk ke një problem me ishpronarët. Pra, jeni ju që keni ndjekur procedurat, keni bërë dhe pagesat, pak më përpara na thatë që keni edhe marrë gjithë ato kredin, qofse mund të shohim, janë gjithë dokumentat e kredis që ju keni ndjekur gjyqet, por edhe që keni paguar legalizimin. Legalizimit i kam paguar faturat e legalizimit, sikur mi ka sjell aluizme me post, dhe të gjitha faturat i kam paguar me lekë, se atëherë nuk ishin dalë akoma ato të procedurat, dhe i kam paguar të gjitha në rregull. Se nuk legalizohet prona? Çfarë problemi sjell kadastra? Kadastra më ka nxjerr një problem që pavarësisht se këta janë shpronsuar, e kanë humbur të drejtën për tokën, kanë marrë dhe dëm shpërblimin nga shteti. Kadastra thot, nëse këta nuk e japin firmën, nuk duan ta japin ata. Nuk duan, atëherë ti do t'i hedhësh përsëri në gjyq. Ata nuk janë pronar. Po nuk e di, ky është mendimi i kadastrës dhe unë nuk di. Ja ishe në gjyq.
pse duhet të shkosh prapë në gjyq për të njëjtën gjë? Se kështu do kadastra. Pra, sot kadastra, ju më lërgë se sot në mëngjes, ju a thash, Gjen Angjellari isha atje me avokatin Arben Langosi për t'i dhënë zgjidhje këtij problemi. Mon mërse ka 30 vjetë më çfarë boni më? Jo, po duhet të marri firmën e pëlqimit nga pronarët. Po çfarë pëlqimi më? Po jo se ka Po mirë, kjo ti thotë, thuaj ti kush janë pronarët se po ja marr. Po, më thu. Kush janë pronarët? Tek ty, kush figuron pronarët? Kush janë? Jo, po janë këta që kanë marrë 125 jam i sigurt që lekë. kur është dëm shpërbly, është fshirë emri i tyre si pronarë kësaj prone. E kupton mirë kush janë pronarët, më thuaj. Më thuaj kush është pronari dhe çka ti marr firmën. Megjithatë, është dakorsuar që zonja duhet t'i drejtohet gjykatës apelit administrativ, apo administratives, që të njohë... Cila me siguri do t'a çojë prapë gjykatë lartë? Jo, prit, që si që kanë propozuar këta të kadalsra, si janë me një barë mëndjan, që të thonë që këta nuk janë pronar, që kadalsra të mos marri parasysh vetëm vendimin e gjykatës lartë dhe jo VKM-n ku i ka shpërndësuar. Kadalsra do t'a çojnë gjykatën mesatije që gjykatën të thotë s'janë pronar. S'janë pronar. Po letrat i ka kadalstra. Po s'din me lexuese. Digjeni. Nuk di çfarë të them, unë duke hasur në këtë vështirësi kaq të madhe, duke qenë se drejtësia ime ka humbur fare, u drejtova te ju si e vetmja zgjidhje se nuk kam më çfarë të bëje vetme, nuk mundem dot t'ja dal. Kështu që në qoftë se unë do arri të marr një certifikat pronësie, të marr të drejtsinë time dhe djali im të gëzoj shtëpinë ku e ka lënë jati, do ndodhi fal jush. Po unë, sa t'jem gjallë, mos m'jep njeri certifikat pronësie. Humbur shpresat. I kam humbur shpresat. Dhe nuk e di. Ke qenë 97-ën që merresh me këtë. Kam qenë 97. Që 21 vjeç. Dhe sot jam 51. Mendojni vetë. Mendojni vetë çfarë i duhet një nëne të heqi në këtë vend. Të isha në një shtet tjetër, do më kishin ndihmuar, por në vendin tim edhe shtëpinë që kishim duan të na e marrin. Mos u tut zonje se doja dalim. Doja dalim Genci, avokati, edhe ne pak, doja dalim, do i morë që ato letra. Pse? Sepse për fatin tonë të mirë, sepse Zotë e Shimal, si që the edhe ti, ka një VKM që ta pronar kanë marrë 125 milion lekë. Ku shkomi? S'kemi na marru akoma, ku bëjk? Pra, është qik me kollë, morali i historisë në këtë vend kush ka pronë, ka një ashkël të ngulur në shtyllë korrizore. Që sa herë që ecën jep dhimbje. Ashtu dhe. Kjo është prona në këtë vend. Jo se kështu si thua ti kam pas... Ashkël, ka një ashkël të ngulur në korrizore. Kam pas si gjuhë këto që operova më? Po. Herën e diskale. Ashtu është njësoj, apo kjo është ashkël. Se kuptoj fare. Jam i sigurt që ndoshta në këtë moment dikush ka tokë në zonë dhe pëse ta marrja jo. Pa tjetër, që në një proces legalizimi që është njohur nga ky vend, nga ky shtet, duhet kryen procedurat. Shteti nëpërmjet taksave që të merr ty kompenson pronar, apo i kthen ata në ish pronar, sepse u ka dhënë paratë, siç janë familja në këtë moment. 125 milion lekë. That's it. Pra që nga ky moment, bie drejta jote për të pretenduar për ato metra katror që i ka zënë zonja, apo dhe dikush tjetër. Sepse ke marrë parat, ke pranuar të marrësh parat dhe i ke marrë dhe uroj që ti kesh ngrënë e ti kesh pirë me miqe me shok, po jo të bësh se bep ti, apo institucionet për një ish për para, kadastra. Po mirë më ju të kadastrës që jeni kadalstrës, më falni që jeni mbledhur atje shok e shoqe të gjithë. Më bëri përshtypje, do të them të se nuk e majt dot. Një nga agentët e emisionit, një ditë për një punën e ti personale, vajti, po kishte edhe kamerën me vete. Dhe kishte gjiruar ashtu, random. Në kadastër. Në kadastër. Në kadalstër. E qikosh makinat. E qikosh çontat. Po pa tjetër. E qikosh rrobat. Po nuk shkohet në punë me makina. Themi pas pak. 067 220 88 88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë.
sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.